Mirëmbrëma dhe mirë se po takohemi në edicionin e kësaj jave të parin për këtë javë të emisionit 60 minuta. 15 milion euro të Komisionit Evropian rrezikojnë të humbasin për shkak të mos adresimit të disa kërkesave që institucionet e Bashkimit Evropian i kishin për institucionet e Kosovës. Për të kuptuar se ku është problemi me këto fonde, pas pak në studio do ta kemi drejtorin e Asociacionit Komunave të Kosovës, Tazan Ibrahimin. Me Ibrahimin do të flasim gjithashtu edhe për rrezikun që komunat të mos kenë një planifikim buxhetor për vitin 2026, pra vitin e ardhshëm, dhe kjo krejt për shkak të mos miratimit dhe të kalimit të kornizës afatmesme të shpenzimeve, e cila vjen si shkak i mos kalimit në kuvendin e Kosovës për shkak të mos konstruimit të këtij të fundit. Për gjitha këto i diskutojmë pas pak, por në fillim i ndjekim lajmet kryesore të ditës. Dështon përpjekja për formimin e komisionit për votim të fshat. E partitë politike nuk lëvizin nga qëndrimit të tyre. Vazhdojnë me akuza ndaj njëra tjetrës për bllokadë. E ngarkuar ambasadës amerikane viziton veriun, takon politikanë për përfaqësues të shoqërisë civile. Sipas prapitapit, stabiliteti dhe siguria janë thelbësore. Veteranët luftës USHK-s që shkruajnë komisionerit për të drejtat e njeriut të Këshillit të Evropës, kërkojnë hetim për shkeljet nga gjykata speciale. Protestojnë punëtorët e kompanisë pastrimi. Komuna e Prishtinës dhe ndërmarrja pastrimi pajtojnë njëra tjetrën, e Ikël Shpokrea thotë se po rrezikohet shëndeti i qytetarëve. Të hënën ka dështuar përpjekja 10 me radhë e lëvizjes vetëvendosje për të zgjedhur anëtarët e Komisionit Zgjedhor për votim të fshehtë të kryetarës së Kuvendit të Kosovës. Procesi votimit të fshehtë që u fut në skenar të seancës që nga data 1 maj është tani edhe objekt i trajtimit në gjykatën kushtetuese. Përfaqësues të AAK-s u shprehen optimist se gjykata do të konstatojë se kryesuesi i seancës ka bërë shkelje të kushtetutës, e në lëvizjen vetëvendosje kërkuan që vendimi kushtetues të nxirret sa më parë. Për herë të 10 ka dështuar të hënën përpjekja e lëvizjes vetëvendosje për të zgjedhur anëtarët e Komisionit Zgjedhor për votim të fshehtë të kryetares së Kuvendit të Kosovës. Për një konsultim. Kryesuesi i seancës, deputeti i LVV-s Avni Dehari, fillimisht i thirri për konsultim përfaqësuesit e subjekteve politike në prag të nisjes së seancës për t'i pyetur nëse pajtohen për ta shtyrë seancën për më shumë se sa 48 orë. Partitë deri më herët në opozit nuk u pajtuan me këtë, e po ashtu nuk propozuan antar për komisionin zgjedhor. E rezultati i votimit ishte i njëjtë, pa kvorum vendimarrës për të hyrë në procedurën e votimit të fshehtë. Kanë votuar 52 deputet për, kundër 1, abstenime nuk ka, shihemi me 21 në orën 11. Përpjekja për të hyrë në votim me fletë votime është edhe objekt trajtimi i gjykatës kushtetuese, ku deputet të AAK-s, por edhe të PDK-s e LDK-s kanë çuar kërkesë në instancën më të lartë për vlerësim. Deputetja e AAK-s, Time Kadriaj, paralajmëroi dërgimin e komenteve shtesë në kushtetuese. Tash po nisëm për në gjykatën kushtetuese, është afati i fundit për dërgimin e komenteve, kemi hartu edhe disa komente në përkrahje dhe në mbështetje të asaj që kemi dërguar dhe arsëtimin sepse duhet të trajtohet me seriozitet. Normal që dëshirojmë me u fuqizu kërkesa paraprake. Nga lëvizja vetëvendosje, deputeti Dimal Basha e mbrojti idenë e kalimit në votim me fletë votime. Çka është me rëndësi, besoj se tash është edhe një kërkesë nga AK-ja në gjykatën kushtetuese. Shpresoj uroj që gjykata kushtetuese të del sa më shpejt, për me i dhoni përgjigje konstituimit kuvendit, nëse e morrin të pranueshme, për shkak se për ne është e qortë tani me gjykimi, thot pika 1-2-8, ku mund me qenë votimi i hopur ose i fshehtë. Në bazë të kërkesës për vlerësim të kushtetutshmërisë që AK-ja e ka dorëzuar më 12 maj, kontestohet vendimi i Kuvendit të Kosovës për mos votim të ndryshimit të rendit të ditës i datës 5 maj 2025. Në kërkesë thuhet se kandidatura e Albulena Haxhiut për kryetare të Kuvendit është refuzuar, teksa theksohet edhe se kryesuesi i seancës ka shkelur procedurat duke vendosur ta ndryshojë një agjendë e cila përcaktohet në mbledhjen e legjislaturës paraprake. Kërkesa e AAK-s është që të anulohen të gjitha vendimet e Kuvendit që prej 15 prillit deri më 5 maj. E lëvizja vetëvendosje pretendon se veprimet e kryesuesit Dehari janë në përputhje me kushtetutën edhe me aktgjykimin e kushtetueses të vitit 2014 që e lë të hapur mundësinë për votim të fshehtë.
E pas dështimit të seancës konstituive të kuvendit, partitë politike kanë vazhduar të akuzojnë njëra tjetrën për situatën e bllokuar në kuvend. Derisa lëvizja vetëvendosje ka vazhduar të kërkojë votën e partive të tjera për Albulena Haxhiun, PDK-ja, LDK-ja dhe AK-ja vazhdojnë të kenë qëndrimet e njëjta duke kërkuar që të ndryshohet emri i propozuar nga vetëvendosja. Nuk pres që një gjë e tillë të ndodhë për shkak të faktit tashmë të dëshmuar që vetëvendosja nuk është e interesuar që të bllokojë situatën. Unë njerë shpreh keqardhjen para gjithë qytetarëve të Republikës Kosovës për këtë situatë që është bërë vërtet e tepërt, e cila po e dëmton vendin tonë dhe jetat e përditshme të qytetarëve të Kosovës në vazhdimsi. Mungesa urgjencës është vërtet lajm i keq për Republikën e Kosovës, sepse Kosova ka nevojë për institucione, ka nevojë për veprime politike të partisë së parë. Është e pakuptueshme se si një parti me 48 deputet nuk arrin të bëjë një shumicë minimale. Shpresoj uroj që gjykata kushtetuese të delë sa më shpejt për me i dhoni përgjigje konstituimit kuvendit, nëse e morrin të pranueshme, për shkak se për ne është e qortë tani me gjykimi thot pika 128 ku mund me qenë votimi i hapur ose i fshet. Pra, na jemi të provu alternativa të ndryshme, po është e pakuptueshme gjithë kjo bllokim që vjen për opozitës edhe refuzojnë me lëviz. E mirë është s'po di vesh me propozu për çmim Nobel Albulena Haxhive dhe pse çmimi Nobel është për të arriturat dhe sukseset në ndonjë fushë ose ndonjë lami, e tash me propozu veç për çmim Nobel për dështimet e një pasnjëshme me plot seanca dhe vazhdimi i lëvizjes vetëvendose me të njëjtin kandidat. Edicionin e vazhdojmë me informacionet të tjera e angarkuara e ambasadës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë, Eni Praptapli, e ka vizituar veriun e vendit. Ambasada amerikane përmes një njoftimi ka bërë të ditur se ajo në veri ka takuar përfaqësues të shoqërisë civile, politikan dhe policinë e Kosovës. Në këto takime, Pratipati sipas ambasadës amerikane ka ritheksuar qëndrimin e qeverisë së SBA-s për stabilitet dhe siguri. Është përgjegjësia e qeverisë së Kosovës të sigurojë që të gjithë të mund të jetojnë në mënyrë paqësore, thuhet në njoftimin e ambasadës amerikane. Në komunat veriore të Kosovës, ditëve të fundit janë zhvilluar operacione të policisë për mbylljen dhe marrjen nën kontroll të disa objekteve të cilat shfryzoheshin në kuadër të sistemit të Serbisë. Së dëshënuar për vjetori masakrës së Dubravës. Në këtë datë të vitit 99 është kryer njëra prej masakrave më të mëdha në Kosovë kundër shqiptarëve nga regjimi serb, ku brenda burgut ishin vrarë 160 shqiptarë dhe u patën plagosur mbi 300 të tjerë. Kjo masakër është kryer brenda 5 ditëve nga 19 deri më 24 maj. Nga aty kanë dalë edhe dëshmitarë që i kanë mbijetuar masakrës e që pastaj kanë rrëfyer për tmerrjen e përjetuar. Për këtë masakër së zhënuar ende askush, por po zhvillohet proces gjyqësor ndaj Gavrilo Milosavljević, gardian në atë kohë që dyshohet për vrasje masive. Veteranët e ushtrisë shërimtare të Kosovës i kanë dërguar letër edhe komisionerit për të drejtat e njeriut të Këshillit të Evropës, Michael O'Flaherty, pasi asaj të ish emisarit amerikan Richard Grenell lidhur me dhomat e specializuara. Ata kërkuan që të nis një hetim ndërkombëtar dhe i pavarur mbi shkeljet sistematike të drejtave të njeriut ndaj të akuzuarve që po mbahen në Hag. Dhomat e specializuara po bëjnë abuzime procedurale mbi këtë çështje me procedura të njollosura nga paraburgimet të zgjatura. Ato janë shndruar në një strukturë të mbyllur hermetikisht që funksionon në izolim të plot nga sistemi ligjor i Kosovës, institucionet e saj demokratike dhe mekanizmat e mbikëqyrjes kushtetuese, thuhet me sjerash në letër. Veteranët e luftës konsiderojnë se të akuzuarit po gjikohen jo vetëm përpara një trupi gjykues, por në një sistem ku prokuroria gëzon fuqi të pakufizuara dhe ku të drejtat e mbrojtjes jo vetëm dobësohen, por pengohen aktivisht, thuhet tutje në letër.
Pas ndërprerjes së grumbullimit të mbeturinave nga ana e kompanisë pastrimi në kryeqytet, punëtorët e kësaj kompanie kanë protestuar të hënën me disa pankarta në duar me anë të së cilave kërkuan kthimin e borxheve nga komuna e Prishtinës. Punëtorët kanë thënë se po rrezikojnë të mbesin pa paga e pa punë për shkak të interesave personale të udhëheqësve. Gjatë protestës së zhvilluar edhe një takim mes drejtorit të shërbimeve publike Bekim Brestovcit dhe përfaqësuesve të ndërmarrjes pastrimi. Pas takimit përfaqësues të sindikatës së pastrimit thanë se krejt ata shka kërkojnë janë nafta, pagat dhe kamionët, ndërsa Brestovci organizimin e protestës e quajti politike. Sipas tij, komuna e Prishtinës nuk i ka asnjë borxh kompanisë pastrimi, pasi nuk kanë asnjë marrëveshje të ndërsjellë. Ai shtoi se gjatë takimit kanë ripërsëritur gatishmërinë për nënshkrimin e kontratës prej 1.5 milion euro, e cila do të shërbejë për sanimin e mbeturinave sipërfaqësore në hapësirat publike. I kontaktuar nga koha, kryeshefi i kompanisë pastrimi Petrit Reqica ka thënë se nuk kanë pasur asnjë ftesë zyrtare për nënshkrim të ndonjë kontrate. E kryetari i Prishtinës Përbanim Rama, i cili një ditë më parë premtoi zgjidhje të kësaj çështje, ka shkruar në rrjetet sociale se nuk do të lejojnë që keq menaxhimi të rrezikojë shëndetin publik dhe pagat e punëtorëve të ndërmarrjes pastrimi. E për situatën me mbeturinat në Prishtinë ka reaguar edhe Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik. Prezenca e madhe e mbeturinave në Prishtinë dhe mos asgjësimi i tyre e rrezikon seriozisht shëndetin, pasi që sipas IKSHPK-s shtohet rreziku i përhapjes së sëmundjeve infektive si dizenteria, hepatiti A, kolera dhe infeksione të traktit respirator. IKSHPK-ja ka bërë thirrje që të sigurohet funksionalizimi dhe mbyllja kapakëve të kontenjerëve të mbeturinave, të pastrohet rregullisht hapësira përreth, të rregullohet menaxhimi mbetjeve inerte dhe të ndalohet hedhja materialeve ndërtimore në pikat e grumbullimit të mbeturinave urbane. Një foshnjë pa shenja jete është gjetur në një qese të zezë pranë një deponie të mbeturinave në lagjen Qëndresa në Prishtinë. Policia e Kosovës ka bërë të ditur se informatën për trupin e Kajit e ka pranuar rreth orës 11, ku menjëherë pas daljes në vendin e ngjarjes, mjekët emergjent kanë konstatuar se foshnja posalindur ishte pa shenja jete. Sipas policisë, trupi pa jetë i foshnjës është dërguar në Institutin e Mjekësisë Ligjore, derisa policia në koordinim me prokurorin e shtetit me seriozitet është duke u trajtuar rastin dhe ka iniciuar një hetim mbi këtë vdekje. Prokuroria themelore në Prizren ka ngritur akt akuzë ndaj 8 zyrtarëve të komunës së Prizrenit me akuzat për keshpërdorim të detyrës zyrtare. Zyrtarët me inicialet GD, YG, QK, SV, ESH, LS dhe BJ akuzohen për keshpërdorim të detyrës zyrtare, ndërsa zyrtari tjetër me inicialet DN akuzohet për keshpërdorim apo mashtrim në prokurimin publik. Sipas akt akuzës, në gusht të 2022-s, këta zyrtarë të ngarkuar për vlerësim të ofertave në tenderin e renovim dhe mirëmbajtje të objekteve të komunës së Prizrenit nëpërmjet autoritetit si kanë përmbushur detyrat duke mundësuar që të përfitojnë operatorët ekonomik me emrin PG QK SHPK dhe AT SHPK. Akt akuza thotë se ata kanë mundësuar lidhjen e një kontrate në vlerë të 550.000 eurove për grupin e operatorit, përkundër që 5 operatorë të tjerë nuk ishin rekomanduar nga komisioni vlerësues që kanë qenë më të lirë me një shumë prej 202.000 eurosh. Dhe në vazhdim është bloku i lajmeve të botës dhe rikthehemi në studio me bisedën. Zyra e kryeministrit izraelit Benjamin Netanyahu ka njoftuar të hënën se do të lejojë një sasi ushqimi bazë që të futet në Gazë për të siguruar se s'do të zhvillohet asnjë krizë urie. Ky vendim bëhet 10 javë pas Izraeli bllokoi rripin e Gazës. Vet Netanyahu e ka pranuar më vonë përmes një video deklarate se vendimi i tij për të lejuar ndihmën për Gazën u mor pas presionit nga aleatët. Netanyahu ka thënë se aleatët e Izraelit kanë shprehur shqetësimin për imazhet e urisë
Njoftimi për lejimin e ndihmës u dha disa orë pasi ushtria izraelite kishte njoftuar se ka nisur operacione të gjera toksore në Gazë, ndërkohë është bërë e ditur se nga këto sulme kanë mbetur të vdekur të paktën 20 persona vetëm të hënën. Izraeli dhe Hamasi kanë rifilluar fundjavën e shkuar në Katar negociatat për anëpushim, mirë po deri më tani nuk ka pasur pajtim mes palëve. Kryetari i komunës së Bukureshtit Niko Sardan i ka fituar zgjedhjet në balotazhin presidencial të Rumanisë të dielën kundër kandidatit ultranacionalist Gjorgje Simion pas numërimit të 100% të votave. Dan ka marrë përkrajen e 6.17 milion banorëve apo 53.6% të votave, derisa kundër kandidati i tij Simion ka fituar 5.34 milion vota apo 46.4%. Rezultati i balotazhit ka qenë befasues, pasi në rundin e parë të votimit më 4 maj, Simion kishte 2 fish më shumë vota se Dan. Pas shpalljes së fitores, Dan u është drejtuar mbështetësve duke thënë se kjo tregon se Rumania mund të ndryshojë. Simion ndërkaq e ka pranuar disfatën, derisa ka uruar kundër kandidatin për fitoren. Aleatët evropian kanë përshëndetur fitoren e Niko Sardan ndaj të djathtës euroskeptike. Ai kishte bërë fushat me një zotim për të luftuar korrupsionin, për të vazhduar mbështetjen për Ukrainën dhe për ta mbajtur vendin në mënyrë të vendosur brenda rrjedhës evropiane. Ndërkaq kundër kandidati i tij Simion, një nacionalist 38 vjeçar, ka qenë kritik ndaj udhëheqjes së BE-s dhe ka kundërshtuar ndihmën ushtarake për Ukrainën. Ish-presidenti amerikan Joe Biden është diagnostikuar me kancer të prostatës, ka bërë të ditur zyra e tij të dielën. Qelizat e kancerit të tij raportohet të jenë përhapur në kocka. Zyra ka njoftuar se presidenti dhe familja e tij po shqyrtojnë opsionet e trajtimit me mjekët e tij. Ndërkohë Bideni ka folur të hënën për herë të parë pas njoftimit se ai është diagnostikuar me kancer. Në një postim në X, ai ka postuar një fotografi me bashkëshorten e tij Jill Biden dhe ka falendëruar të gjithë për përkrajen. Në postimin e tij, ish-presidenti ka thënë se kanceri prek të gjithë dhe se ai dhe bashkëshortja e tij kanë mësuar se janë më të fortë kur janë të thyer. Shëndeti Bidenit, 82 vjeç, ishte një shqetësim mbizotrues midis votuesve gjatë kohës së tij si president, pas një debati televiziv në qershor, ndërsa kërkon të rizgjedhjen. Bideni pati hequr dorë nga oferta e tij për një mandat të dytë si president. Humbja fondeve të Komisionit Evropian dhe